Mirëmëngjesi zemrat e mia. Shpresoj që të jeni mirë. E di kam bërë një pushim pak të gjatë, por kësaj radhe do kemi një vlog pak më ndryshe. Do ikim në Dibër. Kështu që e jeni me mua edhe të shikojmë se si do ja kalojmë. Hello. Jemi nisur. Tani jemi në Qafë Moriz dhe po hikim. Tregoj pak rrugën. Tani po hym për të tuneli i ri që na ka mundësuar që të ikim sa më shpejt në Dibër, po të futemi edhe në tunel. Arritëm tani dhe të futemi në dhomë. Tani do ju bëj një room tour, të shikoni se si është dhoma. Këtë Hotel Veri. Hajde ne. Atëherë, këtë është dhoma, kjo është krevati doppio. Këtu ecim, vazhdojmë, këtu kemi një krevat tjetër tek. Këtu jemi me pamje nga rruga. Fantastike fare. Ja. Këtu kemi edhe një posture tjetër. Te kjo pjesa këtu. Hello. Televizori, dollapi. Dhe tani banjoja. Hi. Ja ku jemi? Kemi dhe vask. Kemi edhe një dush. Këtu. Vaska është edhe me hidromasazh. Kaq. Harova t'ju updatoja që pari. Ëngrëm drekën dhe shkuam të pushonim pak në dhomë. Tani kemi ardhur për një kafe të vogël. Dhe dua t'ju tregoj pak natyrën, të shikoni sa natyrë fantastike që është këtu. Kemi ardhur në një kafe që është relaksuese komplet. Po ju a tregoj. Shikoni sa natyrë fantastike ka. Këtu ka një ujëvar të vogël. Kjo pjesa këtu, kjo kafja quhet Dibra Park edhe është seriozisht shumë fantastike. Këtu ishte momenti që unë kisha haruar të filmoja pjesën tjetër të ditës dhe këtu jemi në darkë duke pirë një gotë vere dhe duke ngrënë diçka të vogël. Mirëmëngjesi zemrat e mia. Tani do bëjmë gati që të ikim në Lixha. Tani sa po erdhëm. Do futemi brenda. Do ju tregoj edhe vaskat si janë. Edhe të keni edhe juve parasysh nëse të doni të vini. Atëre vaskat janë të tilla, kjo është për 2 persona, po duhet të dini që ka vaska edhe teki, ka edhe vaska dhe akoma më të mëdha. Nuk duhet të hyni me telefonin tuaj, se ujti është me syufur edhe syufuri prish telefonin tuaj. Nëse keni sende floriri, duhet të dini që nëse janë 100% flori, nuk nxihen. Pasi mbaruam Lixha, u kthyem në hotel për të konsumuar mëngjesin tonë edhe për të vazhduar ditën. U bëm gati dhe kemi drejtuar për në Shumbat tek shkolla Hasan Leka. Arritëm te shkolla dhe atu takuam edhe nxënësit e shkollës. I shpërndam dhuratat dhe disa nga ëmbëlsirat që kishim marrë me vete.
Pasi mbaruam nga shkolla, vendosëm të pimi kafe dhe erdhëm te ky vendi fantastik me një natyrë të gjelbërt. Ky vendi quhet Bujtina e Drinit të Zi. Nëse se dëshironi, mund të ta akomodoheni këtu. Nëse të shkoni në Peshkopi, ju sugjeroj të shkoni në restorantin Nëna Dashuri. Ka një ushqim fantastik dhe çmimet janë shumë të arsyeshme. Edhe bëm gjithë këtë rrugë nga Dibra në Maqedoni për marrë te ky vend që është si në parajs. Restoranti ndodheshte në mes të maleve. Rruga nuk është e mirë për makinat, nëse nuk keni makina forestrat. Dhe pamja nga lokali nuk kam, vetëm nga ky peizazh shumë i bukur. Faleminderit që më ndoqët edhe te ky vlog, shpresoj t'ju ketë pëlqyer.